Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi nga unë Dorun Tina, ju prezentoj sot fshatin Top Liçan, komuna e Lipjonit. Thëm drejtën me ty në fshat, po mbizotron heshtja. Por nuk po du me paragjyku, po shofëm gjatë rrugtimit tonë se a ka me ndryshu atmosfera, na kudo që shkojmë e gjallnojmë atë vend. Po shpresoj që edhe në këtë fshat njëjtë kemi me vepru. Thëm drejtë nuk është që po shoh lëvizjet banorëve deri me tash, as edhe një banor nuk e kom taku, përveç lëvizjeve të automjeteve, për ndryshe banor nuk jam të po, e kam këtu xhamin e bukur përballë, po duket një fshat i ndërtum ashtu interesant. Ko pas kohë po pauzoj kur po ka lëvizjet makinave për shkak se unë edhe zhurma e makinave mandej nuk po është e kuptueshme edhe aq për veshin, nuk po ndëgjohet mirë. Jam përballë xhamisë e bukur, e ka një ndërtim shumë interesant edhe shumë të veçantë, por çka mundem me cekën këtë xhami prej atje në lart e kom vrejt që aty është një shtrofollog i lejlekave, edhe kom pyet një djalë, 3, thash pse është ose a ndodh ndonjëherë që e largon diçka, tha jo, gjithmonë aty mbetet shtrofollogu edhe nuk i ngucin. Interesante kjo. Edhe lejleku din ku më shku. Sheni me qëtemi, po shpresoj që keni me... Ja, lejlekun. Kemi lejlekun të pranishëm tani në këto qaste, përderisa unë jam të e komentu. Pamje do i keni edhe me drënë të shfaqëna, ka që nga kjo pjesa tek xhamia ne po vazhdojmë drejt fshatit, me pase çfarë jetesë është në këtë fshat, sa është i banueshëm, por mbi gjitha çfarë njerëz janë këtë fshat, se rëndësi ka njerëzileku. Njerëzit se si janë, kur njerëzit janë të mirë, nuk ka dhe shumë rëndësi fshati, kështu të bashkum, ndreqet edhe fshati, ashtu e kam atë mendimin tem personal, jam të i dëgju do qenë, ham. Jemi rrugëve të fshatit Top Liçan këtu në komunën e Lipjonit, nuk po m'pëlqen kjo pa pastërti, diçka që mua ashtu ma vret syrin nuk mundem pa e komentu. Normalisht, çdo herë mundohem vetëm gjëra të mira me sjell para jush me qëtemi, por edhe krejt ashtu rrafsh nuk mundem me ja u bë, kur diçka nuk m'pëlqen edhe shoh që nuk është në rregull, më patjetër me duhet me komentu. I pas kanë këtu muraturët, thot krejt me bloka i pas kanë rrethu, se di pse në këtë fshatra nuk po shoh që i rrethojnë ashtu me mure, dikun ka mbet ajo e moçmja që me bo me muri edhe mos me të pa ku i shija ose kush të kalon. Se në fund të ditës jemi shqiptar, pak a shumë jemi të njëjtë. Do më ardhë vera unë një Gjerenikun s'mujta me gjitë. Para mendoj, jo unë do të me gjitë, jo kush. Dhe isha ku më kënaqë, unë shumë i du Gjerenikat, ose kajsia, që thënë ju në i thëmë Gjerenika. Dhe isha ku më kënaqë mërë të hongër, anekni. Unë një ose kom po, ta shem të i pri qërshijat, as qërshia sem të po kërkon heq, se shtraj qërshijat mi bli. Përshëndetje i ndërum, si jeni?
Dorontina, mirë faleminderit. Jo si jeni, a ju pengojmë 2 minuta? Valloj, pas jem në kësaj lagje, këtu i sem këtij shotit. E cili shati ni? Triborit madh. Po i na orte një shëll, diçka mi boj, da fare. A din diçka për këtë fshat më më tregu? Valloj jo, po me të kallzu, mos jem në Tribori ka gjë larg, një 10 kilometra është pak larg. Po valloj. Do thotë nuk keni njohuri sa për këtë fshat. Jo. Po me kona i sa për moment për diçka do sa ne si ma tjetër. Për shembull, sa është i banueshëm kur të vjen rruga kneja, e dini sa është i banueshëm? Valloj, këto i banueshëm se unë i kam dojt trubufsi që kam fshati. E sa i përket për këto vërshime që to i marrin ko që shumë që to. Që to është një orë. Po, është pa pastërti, është katastrofë që to. A kemi larg? Ja, jo, se keni as një 50 metra që. Okej. Ja, domethënë është më rreme, domethënë tani ai para unë shkës i kryesor që vjen apo dhe domethënë që ndikon shumë kjo vërshime ka edhe për çton problemin e kanë. Se gjithse të dojtë si i vogël, që fëmijë si djoli janë kur i na do. Ti na arrit të dojtë edhe e di. E po çata, e kam i kena ro po çka gazoj vjen kena po për hunën e kam do. Ma shumë di nipat e mbesat se kusht tjetër. Ndrum nuk po ju marr shumë. Ani, kalofshi mirë, shoqëroni mirë. Urime festa. Urime edhe juve pritshit edhe shumë faleminderit ndrum. Më pëlqen kjo pjesa, edhe sa bukur e ka prej barin, në rregull. Veç çka nuk po më pëlqen, asfalti nuk është në nivel, është shumë pa pastër. Normalisht nëpër fshatra nuk mundesh me ja u lënë edhe fiks banorëve ashtu fajin për shkak se normalisht mirë me baktie, ka ti çojnë, ka ti kthejnë. Ajo lupo është nuk vetë. Përshëndetje i nderuar. Si jeni? Mirë faleminderit. A keni kohë 2 minuta për neve, me na tregu lidhur me fshatin? Si je? A jeni? Mirë faleminderit. Jeni ras? Kalodhi, si kaloni? Që, mirë. Pak fytyrë njohshme, duket që kompoz disa. Diku nuk ke. Sot radhën e ka fshati ju. Po, të pleqoni? Po, çka keni me na tregu? Keni me treguar për fshat është mirë është. Janë fshatarë mirë. Jam puntuar fort, po me një është në orë pak për komunës, me të bërlëg në mëtën. Me që pjesë? Po, pse ka mbet ajo pjesë është në gjendje? Që kjo pjesë që shtu është e binë bërlogën se ja gati për kahmusit, vinë që të që e shplasin. Do thot, bërlogën çka e bojnë në shtëpit veta, e sillen këtë pjesën këtu edhe gjujnë atysh? Jo, shoti jo, i binë do e banxhi, i binë do shpinjo mina shriq. Për rreth, çka e keni po? Që kjo është, e tjetër, e se mungesë e kemi edhe ujësillësin, kanalizimin e kemi, po ujësillësin. Ujësillësin nuk e keni ende? Ja s'kemi. Se di pse në këtë fshatra po hasin këtë problematikë. Nuk e di. Është për çudi në këtë shekull, e kam fjalën edhe mbas luftës sa vite u bënën edhe ende ka fshat që nuk e posedon ujësillësin. Ja s'kemi. Keni marrë ndonjëherë mosa ju si banor të fshatit? E kam përmendur, jo mosa kanë. Jemi drejtu, me shku. Po, jemi drejtuar, po, bim, po. E shkoki partive, për ndruat, për me rajat, unë së më interesana për ta, ka e qëto partit jenë të i po këtë sene se... Si ja bëni me furnizim? Me furnizimin, unë për vetë e kom pusin në borë, e kom të ne kom orë atë pumpën që e pastroj ujtë, për me pijen, kom bojt valojnë, të këtërë në tash kom bojtën, se ja gati te që kom bojt pumpën, e kom bojtën, kom orën ferizaj, kom orën njezerce, kom orën kahmës të ja gati për me pijen. E tash të e përdurit, dhe me thonë bunarit. Ndruan jem të e pa dhe cilën është e juvja? Kjo është prëvën e shtetit. Që shfridzoni ju? Jo të është i po të kalëzhe qysh është, qysh ka morë te këto. I leshën të sera që i shërta i shmipem, të unë e fshatarë të mi të bëjshin për flinja. Edhe shkojshin shqiptarët, ma preshin mu bërlogin, mas të i rëmë gjushin. Unë i ditë dola me shoqen për këshyri, ashtë të bërlog ka erbe gua, valoj, sa nuk e dijen. A bon shka bon, sa shka, a i morë një të thera, sa shë legojnë a manë skajt atje, a shë e morë me e pastrujmë që të që. Edhe ku morë e ku pastruën, ku më pritë mësë përplenë, mësë përbjene e kushtë dhe të shë, bile sa shtë i thëmë, ej, vëzët një. Vëse familje jem që të jetojnë, po, që e ku e këmë shpijen, po nuk mu isha me hasën kukon, e mora pastruat, a shë, a bëjmë shka bënë herë.
Ta shpesiri dikunin për livrej, ta shte e bojnë bosë. Vjen dikush, zëtë një prënë e huja ne e shtetit, po vje keq. Pse i ku mjellë une, veç që ashtë një bagerin, rafshënë. Ma mirë është që ke mbjellë diçka se me pas bërllog. E ta shte përshvizoj, valloj, drejtë më kalduën përshvizoj, ka pas bile shumë gurë, ta shte që i ku morën një dy kamiona dhe, ta shte du me jaci dheve për mi e me bo bosë që sot Valloj, ndërum veç i hëngshme të shnush, edhe shumë ide e mirë, shumë mend që më pas ke punu. Pa shta, që shme largu bërllogin lyshe? Ma mirë më një bërtit aty në që kanë gjojtë bërllog, se me thonë ty diçka. Jo, valloj, Veç ja pa fshojnë. vëndeshëm. Ka diçka tjetër përveç kësaj që i mungon fshatit, ose me qka mirën banorët ma shumë këtë fshat. Punojnë, këtë valojnë, Punojnë, mirë po, une i rash thuja se rreth e rreth fshatit, nuk e pash asë edhe një banor rrugës, i pari jeni jo. Drejtë më të kalzuën këtë në përpuna jënë, se punojmë, si cilë i mirë me... Do të jashta fshatit. Jashta fshatit që punojmë, siguron të ashtë sigurim punoj, po që të ashtë i hopë bukë, mas dite edhe duhet me shkun punë. Pa më varsisht nesra bajram e seni, po unë duhet me konë vend punës. Nuk visëm. Po. E kisha fjallin për toka ndodhë që i keni jashtë fshatit ju, edhe që duhet me shku me punu dikon me kilometra largë. Jo, me kilometra jo, në rrëthin po, qëka e rrugë, me thonë që stadi qëka rafshina, këtë tukat tune janë. Tani është i kanë edhe fshati ati e vajnuzë që është, edhe ata i kanë tukat, do i kanë knena, do i kanë anena, edhe na do i kemi në thonë, do i kemi knena, po tuka nuk rrinë shterë, punojnë, e punojnë. Shumica e punojnë. Tuk pjellore. Tuk pjellore, është pak e rronë, po e me punojnë, punojnë. Ka pun të letë kërë. Jo, po, nëjse se jenë dhe tu ka madhë borda, kjo është smëni se zezë, edhe është e rronë. Kjo do një me pas një verë, që përvarë që këtë do të furë, do trakturat mirë që these, me punu është pak ma shtirë, po e punojnë gjinja se leonë. Po të më ndalë edhe të ke pjesë akto që Kjo është një farë reke, është, vjen kulluhet, kjo, së e di unë e vjen. Arrit bari shumë atë qka? Po, shavar është, shavar, së dreket, po. Këto të reket që dalin si... Që dalin kështë po, okej. Me do a thash po s'kam bjellë diçka. Jo, ja, shavar, janë kjo, është një farë reke që kulluhet, ta një këtë derdhen sitnisën e kemë që atje ku të shilin, ku përshin. Atje me mbajt me ashtë gjithë shanë drejtë. Valla, thja gata e kanë mosh pislak edhe. Nese nuk është adi që është mshelë, se ku kjo që shumë mshelë, që hadi këshunë si... që s'keni, adi që keni ku pak. Ko, sa të ush? Veç aki qka me nga të regu për fshatin, na rrim këtë, sa të ka nevoj. Ankesa me modhe e jemje, dhe me thonë, jo veç e jemje, për përgjithsi është që ty një shpija është që tu, që këj bërlëk, që këj pislak më nërhjek. Që kështu është kam. I ndërum, kështu, a e kanë gjanë fshatin heq? Ka fjole mërgjimtare, kësha keni shumë? Po, kanë dollën, kanë hedhën, po. Kështu, shemë që kjo të merrësh, që kjo të merrësh, që kjo me konë më nuk pasu mu hjekën. Po ndërman, për një me është shumë probleme dhe e ki që se para shpisë, as dritarët së më shmi Ja, pas të ekipër me qilë dritarët. Koment, do të se di, nuk di njëri asë shka me komentu. A ka pas në të një herë vizita për kontrol me po gjendjen? Ka në ardhën të si inspekcion, për vine i këshyme, duhet mi morë parasysh, duhet mi përcjellë e ju. O burro në meru, shemull të ashti që atë venin e punës që t'ja meru në. Ti me donë të kare, me donë me këshyrë kush po m'djenë për lëgjë. Normalisht do të me qenë i vedisume dhe i disiplinu. Visash, bini be burdo kamera, që ku e ki shemull shtyllën atje, shtinë si më shef, shtinë i kamere. Mas më mit lejo be dhe shpitemet që të edhe një kamere. Lejo janë, veç, po pa shtat lumin edhe, veç të kom, të më hjeke që këj pislak. Shlirë hajde vënohë një kamerë, kom po bejo në kam vënu kamerat për veti. Kam e në gjitë një në shrill atje, një kam e në gjitë kënjena. E kam e intervenu vallon, kam e lejmë. Po, burë, hajde që unë të lëshe kamerë, merë të inqizimit pe kamerës teme dhe shko, veç më sëmë qitë që unë e kom thonë. Po, vallon. Jo, bre se ka e gjunë të i bërlogën për a shpis tone. Normal, jo ty. S'kije, po vjen për bërlogën e merë të shpia. Vjen të shpia në e merë. Janë të sene për që mujnë mi kallën shemë. Ani më se botë modhe shemë me kallën më bërlogë e ti me prish ambientin apo. Kale, sët pak, e nesa pak, e mas nesa pak, e këtë ka pak po. Se di, këto shumë për vinë fije që sa në, qëto shumë për kontrolloj që zënë. Miqtë e mi, gjatë rrugtimit tim në fshatin Top Liçan këtu në komunën e Lipjanit, një banor në këtë shtëpi fokusondi, rasisht e pash
edhe nuk më kalëshu, pa më qarose me kafe, ani pse kishte rast vdekje, djem tha që ka përfundu e pamja dhe në shaj respekti, une nuk dishta me ngushtu dhe me i qitë para kamerës, por që ishte një familje shumë e mirë edhe shumë e respektueshme, të pak të njemi freskuse e kemi bukur në zetë edhe sot, por që po du me falendru dhe njërë për zemërsisht, ne po e vazhdojmë edhe për pak qaste pjesën e mbetur, sa i përket fshatit Top Liçan, këtu në komunën e Lipjanit. Thëm drejtin, kjo familje ishte shumë e mirë, e bënëm një muhabet shumë të mirë, na i dha ca informacione lidhur me fshatin, por po mbet shumë rak që ju nuk i keni pamjet, ju nuk po i shini xhirimet se si kemi kalu e thash edhe një herë që në shaj respekti, normalisht jenë mërzit veten, në mërzit babes, më ftoj veç shaj respekti ndaj meje për shkak se tha emisionin e përcjellëm rregullisht bashkë me familje. Faleminderit krejtve, thëm drejtën Lipjan, bukur mirë shikohet emisioni, secili banor që takoj na përgëzon, na thot fjalë të mira. Por që sot këtë në këtë fshat nuk është që po takoj edhe aq banor, por gjithsesi mbi të gjitha vazhdon të mbizotrën hishtja, ashtu si që thash krejt në fillim, nuk pas kam paragjyku, kemi bo sot një, hini një bub, kemi bo sot një rrugtim bukur të mirë këtë në këtë fshat, por banor nuk kum taku, ma shumë kum folune, shpresoj që si kum bo bajat, por kjo është detyra ime, edhe nëse s'takoj banor, one me vazhdu me fol, nuk do të thot se çdo herë kemi me shku me një fshat ku ka banor, ku ka gjallëni, atmosferë, duhet mi prezentu dhe fshatrat cilat mbizotrën hishtja dhe qetësia, apo jo? Por, thëm drejtën shpesh herë edhe kur është shumë fshati i hishtën, ashtu disi gjatë rrugtimit shkon të u bo atmosferë. Por mbi gjitha fshati ka një veçori prej disa fshatrave të tjerë që nuk është lënë anash, do thot banor thuja se janë gjithë këtu nga informacionet cilat mi dhanë, nuk është fshat i lënëm në bazë dore. Miqtë e mi, jemi në pjesën e fundit sa i përket ditës së sot me këtu në Top Liçan, komuna e Lipjanit. Çka nuk më ka pëlqyer këtë fshat është mungesa ujësjellësit. Para mendoni në shekullin 21 me pas fshat që i mungon ujësjellësi, kur ne dim që pa ujë nuk ka jetë. Këto e dim gjithë. Pse nuk është ujësjellësi? Nuk ka marrë ndonjë përgjigje, por sigurisht janë ato zvarritje që bëhen gjithandej në Kosovë. Ka që nga kjo pjesë, përveç kësaj nuk më pëlqej dhe mirëmbajtja e asfaltit, rrugëve. Duke marrë parasysh se këto mirën shumë me bagti dhe traktorët gjithandej, bortin, plera, etj, por që ndoshta banor të dosht pak përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Una, e Selimit, qika e Selimit e treta me ren. Po, si je? A je mirë? Mirë, faleminderit. A je mirë me familje vetë? Mirë, ndërru. Shqe, Jo? no. Me shëndet? Po mirë, alhamdulillah, plak qështu. Shumë mirë, si t'jolli ri, valla. Jo, valla, Ma gujat. drejt se ka mërmon një pojit. Ja, alhamdulillah, Allah të koft falë se te dhejtë që ne kum kaluaj vitash. 80 vjetë që më karnu baba, 45 vjetë, po. Ishte Allah i mirë në une. A ti i kofshën falë. A ti i kofshën falë, qashtë të gujat lëmë. Faleminderit. Mashallah. Qa kemi nga të regu për fshatin Top Liçan? Allah, për fshatin Top Liçan, fshat më mirë s'ka. As që ka pas, kur të lashe, bela, reha në reti, s'ka pas. Fshat Bukanik, së dush. Pare së dush. Keni pare. Tuk. Ha? Kuj keni pare? Ka pare t'i kemë bon kejt. Bon. Ta shpiman shpi Apo me hiq. kartelin t'i këshyri qpak? Ja, po karteli se baj me veti. Se. Se me bajt me veti, unë jom plaka, për shetë 80 vjetë.
A e Ata- din kodin? A e din kodin për në shkallë? Kodin? Jo, mërë kodin. E ki shkrume, a? Shkrume, ja. E kush po të nxirë porët? Por të nxirri vetë, po. A i shena? Ha? A i shena? I shopro. Kërë punat e porët krejtë shumë, vjen shikimi. A përshe, ha. A ka diçka që i mungon fshatit? A diçka mund pengoj pa pastërtish? Qore, jo vetëm këto. Ka që kësh një shuto, e ki qështu. Se s'kemi pas regël kur. Po, kemi pas pasëni i darë me do koshta, me do betere, a i darin, aja u shkon këdhe koshtat e prishmi të shpia, u bëshin rrugë me zvet. Po tani do të me dollë me pastru? Po kosh me dalë bac, e po zotin, tashti, ata s'dalin mi pastru o burët e veta, po dalin rrugën me ta pastru. Ja. Jo, gjës, po, eshti zoti dhe hesia mirë, ka tuni vendost, e shtrum rrugën, e shtrum njerës për stru, i kena hjekte, din me si koke e selimit. A tha se... Unë jem po e selimit të stogut. Stog. Pse a keni edhe nej selim këto, a? Ha? A keni edhe nej selim, a? Po vallaj kemi pas burri mirë, o kon i ardhën t'i bjeshkë se o kon burri mirë, po t'kallzej. Po. Edhe të nej, po zatës mi qështu sa katë, këtë, o haqji që shje, a i mirë për selim, ti qka i kjallë? O mirë për selim, vallaj, pi venit huj me lëshu venit tënë, o shtirë po, i mi arë që ka tuk, ish bëllë, i dare po, i shkun edhe djemë të në jashtë, ka bo truje me zvetë. Po dhe kur janë njerëzit e mirë, kur i gjenë njerëzit e mirë, adaptohesh. Ku do që të shkën? Qashtë, aty një veç fjallë të mira. Po. A din edhe çka nuk më pëlqej? Ha. Po i sjellë se nuk i keshet. Ja, o shjelëzin, e kem tonë si cili pi bunarit vetë. Po bunorin po me pas kështë ta më në i sjellësin. Qëre E bo, çka nëse s'këshe mujt me hop bunorin? qysh, ja, bunarin ka mujtë gjithë kush me hapë, se sa i ka kushtu 300 mark bunarin me qelë. Edhe ujtë e ka pas vetën, sigurt. A ne kemi pas qeshme, midis katunit atje që nora që atje. Edhe kejtë katuni kena marrë ujtë që aty, se unë si këm pas që të trojësha i kam këtu. Edhe që atje i kam 2 troje për shamëll. Mirë po, jem dalë se bepi ujtë që ka. Ndodh me ra niveli ujt? Kur s'ka reshje shiu? Ja, këto veç ka nivel patashëm se është kur gjumës me pasë unë i kam 14 metra bunartë. Po 6 metra uj të poshtë për shamëll 10 metra ka uj bunari. Kur këtë që të aborë i vaditmi, kur shterët aj uj. Po, tani ujt jenë hidrofurat me rrim, si cilë e ka në patin e drejt atje, uj e shenet. Të të mira i ka që Allah e bacë. Po se lutëm për Allah, ne i ka që, e vlat ne i ka falë. Në zotit edhe. Shëqër, apo jeton me fëmin? Jo, Andon? qesa e morë për Gjermënisë për bajrami ma. 3 muj ditë këm nejtë atje. Allah i I pasi kom bon senet. 3 reja i kom atje. Edhe i kom 8 nipa atje, mesa. Ato s'mlon me prek për tokë, veç hajde gjështu, hajde që të kjerë të grajnë me reja, me mesa, me nipa. E gjyshi apo mundet me u thua? Ha? Apo e ki problem udhtimin? Jo, otimi. Po shkoso në aeroplan, Po dhe aeroplanin apo e ki? Nürnberg, jo, që Se ki problem heq? Jo, aeroplani. As nuk të virën met? Jo, mëra. E të lumë të kur ta je pa i nalt? Të në të janë, Po, i kërshën vallaj. falë. Të lumë të goja batë si shala dhe shkallani mije, e një shnësh me burre, me thmije, me Amen, me vjehrije, sen se pasha zotin, me këshyrë një vjehri, për shumë që kërone plakmës me pasën e rejtë që ati, shka e marë këtu? Po të moj kanë se zotni, vizlim po të shkon. Elhamdulillah. Që ja këpucat ma të vizlume se të mijat. Elhamdulillah, po në tash i kom rejtë edhe mesat i kam. Ata kukunon, ato mesat, fakultetin e kanë kry, e sen, po. E lëmë kush e ka Maraki gjyshin gjo. tyne, lëmbosh. Ato fakultetin e kanë kry edhe shumë herë e thëmë, oj bi. Ti ke vy me gjithë një, sa e kom në fakultet atë. Një bashkër tjetës, ja den punt, ja des sanë tjekën. Ja, baba, jashtë s'kum guzu pite, edhe bi babës. Se, a den mundën. Haxhia është i mërzim? Ja, qashtu është se të nërë s'ka pasë, e bi vallaj, na me besë zotet i me martua, sen, s'ke pas ti, s'ka të
për shembull gruaja me botë. Tash jo, tash po thojnë ato shkatojmë na. Ku. Sa ti me bo. A kalofshi mirë. Përshëndes, Ditën e ishte mirë. shumë knaci, Zoti ju ruaj. Allah i kënaq gjithmonë me Amen. familje e kalofshi mirë. Amen, Ton amen. jetën. Ju lumt në Ditën e mirë, një boset plak kalofshi. zotni, Zoti ju ruaj. Faleminderit, Ishte shumë faleminderit, knaci, me të mira. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Veç të mi, fort të më shkon me pleq me bisedua. I du kështu, si mi pas gjësht temin, se cilin të më shumë qeshë. I marrëm edhe pak informacione, i përmendje dhe sa i përket ujit me cilin furnizohen, edhe një informacion tjetër që e ka marrë shtesë nga banori që na ka prit për kafe, na tregoi për një bunor dhe qeshme që furnizohen banor të këtij fshati. Ne po shkojmë edhe tek pjesa e ujit për pak komentim dhe atje do e bëjmë mbyllën. Qëndroni me neve. Uji është jetë. Si që ju premtova më heret, ne erdhëm tek pjesa ku është i hapur bunori. Nga informacionin që ma dha një banor që e pim kafe në shtepin e tij, më tregoi që para 200 viteve është hap ky bunor. Në fakt, faleminderit shumë i nderuar, kreti kemi kry. Faleminderit shumë, ju përshëndes. E sheni miqtë e mi, gjithandej na respektojnë, faleminderit shumë për krejt banorëve të gjitha fshatrave. Po e vazhdoj që isha duke thonë, ky bunor është hap diku më larg, por turqit e kanë hap më ndej në këtë pjesë, në këto mjau lehtësu banorëve të këtij fshati me pas ujin e pishëm. Përveç bunorit e kanë edhe këtë pjesën e qeshmes, ku tek pjesa e qeshmes është edhe pushimorja. Miqtë e mi, ky ishte fshati Topliçan këtë. E kam një publik shumë të lezetshëm, u kënaqën turri. Jena me qështu lujnë. Përëdzohen sanit. Ju kërkoj shumë djes, por e kam të pamundur me folë në këto momente seriozisht. Ky është fshati Topliçan, fshati ndër me të banushmit, por ndër fshatrat më pak që kum taku banor, por edhe pak ata banor që i kum taku ishin të mrekullueshëm. I falenderojmë gjithë secilin. Ju vazhdoni të qëndroni me neve, ne do të shihemi përsëri në një fshat tjetër. Deri në takimin ton të radhës, mirë